Për të lënë pas makset që po shfaqen diku më pak e diku më të mërshëm në një pikë të rëndësishme të kampionatit, shumë të rëndësishme janë pikët për dy skuadrat të kryeqytetit në një derbi i cili nuk ka më absolutisht asnjë nevojë për llogari, por duhet luftuar gjithçka për gjithçka. Ju përshëndes miqtë të televizionit shqiptar, mirë se vini në Dinamo Tirana. Derbi 151 për llogaritë të kampionatit mes dy skuadrave që i gjen ato në nevojë të jashtëzakonshme për pikë në situata disi të ndryshme, por me të njëjtin objektiv, fitore. Ky është himni a Bisnet Superiore, do të luhet tani për javën e 14, do të jemi me pamje të drejtë për drejta nga stadiumi Air Albania. Shohim edhe trajnerin Ilir Daja që shfaqet tani për të shkuar pranë zonës së tij përballë tij Ardian Nuiu, trajneri tashmë i Tiranës. Takohen mes tyre, janë ndeshur edhe në kampionatin e Kosovës dikur në vitet 2022 dhe 2024, ndeshjet mes Dritës Ballkanit apo dhe Gjilanit. Dhe sot përplasen mes tyre, shë informacionin e hedhur në fushën e lojës ka Ilir Daja, do të jetë Teqja në port, me shumë mungesa Dinamo mes postime lojtarësh, do të luajë Maliqi në të djathtë të mbrojtjes, Andre dhe Beqja në qendër të saj, Neziri në të majt, do të jetë Gudjabi dhe Qardaku një dyshe në mesfush, mëtej fantazia e Bregut, Vilës dhe Nani në mbështetje të sulmuesit kryesor që do të jetë Guindo. Ja, dhe Sulejman Demullari, një ndër figurat shumë të rëndësishme të futbollit shqiptar që ndodhet sot në Air Albania. Shohim dhe formacionin e Tiranës, e cila luan me Tafas në port, do të jetë një mbrojtje me 3 sërish, ku do të jetë Valerianos, do të jetë Leshi, do të jetë edhe Ismaili. Rafael dhe Meta do të jetë në mesfush së bashku me Junior Vera në kursin e djathtë, Haxhiu në të majt. Dhe Tabeku e Fernandes në sulm do të kompletojnë formacionin e skuadrës së Tiranës. Shohim edhe skuadrën e arbitrave e kryesuar sot nga Andi Koçi, do të jenë në ndihmë të tij Orgest Gabova dhe Felix Kolleshi, në dhomën e sistemit VAR Eugene Xhaja dhe Kreshtik Bajramaj. Rëndësi e veçantë për derbin, sidomos në dhomën e sistemit VAR, por jo vetëm aty. Gjithçka bëhet gati, topin e parë do ta shkelmojë skuadra e Dinamos, e cila konsiderohet skuadër pritse sot. Pritet konfirmimi i trupës së arbitrave me të gjithë faktorët në fush, pritur ne vështërrimën e Andi Koçit për të nisur në këto momente ndeshja e 68 e këtij kampionati. Në Bisnet Superiore e ka shkelmuar topin e parë Dinamo dhe e ka Andre Tekseria që kombinon me Ledio Beqen, i cili me njerë sapo gjeti formën e tij për të qenë titullar dhe i rëndësishëm në mesfush, detyrohet të kthehet në mbrojtje për shkak të mungesave, ku Ali tashmë ka kryer një ndryrje kirurgjikale, do kohën e nevojshme për të rikthyer. Por mungon dhe Bruno Dita që është kthyer sot, por vetëm për të qenë i gatshëm në stol. Shohim me njëherë Dinamo në rrezikshme, topi që shkon pranë zonës nuk arrin Tafas të kushtojë si duhet. Mbetet Dinamo aty, Maliqi që provon me këtë goditje, top që devijohet, provon me njëherë të diktojë një ritëm të lartë Dinamo që në aksionin e parë të saj. Shohim tani Nani kërkon një tjetër kalim në krahun e djathtë, ndërhyn Ismaili, rivënia anësore për blut. Njakusht Ilir Daja në plan të parë, 4 ndeshje pa fitore, Dinamo sigurisht jo vetëm për atë çka përfaqëson Dinamo, çka mendon në atë që ndërton me skuadrët e tij Daja, janë vërtet shumë. Dhe duket ndeshja prej skuadrës së Dinamo se nisur me një marsh të lartë. Shohim Devi Bregu, Gudjabi, topi te Nani, Lorenzo Villa, dhe njerë Villa, Maliqi, Beqja, Qardaku, Bregu, gjithë Bregu, pasimi te Lorenzo Villa, i cili i kërkon Guindon, provon Guindo ty në zonë për plaset, rëzohet, ngrihet, e merr topi Tirana me Haxhiun, i cili kërkon një top drejt thellësisë, e dorëzon Tirana me shpejtësi. Maliqi kujtoi Dinamo zbriti në vendin e 5 pas barazimit të 4 rresht në kampionat. Kotën e 20 pikëve, ndërsa Tirana në vendin e fundit me vetëm 7 pikë
vendi i fundit që prej javës së 11 Tirana gjendet aty. Nuk ka arrin të gjej çelësat e funksionimit të skuadrës. E pritet një revolucion në janar e me shumë lutje për të dalë nga ky ngërç, lutje bardhë dhe blu të gjithë ambientit, jo vetëm klubit. Shohim këtu Nani që provon një top drejt zonës, i paprekur nga askush, dhe pse portugezi pretendon, është rivënie fundore për Tiranën. Tani parë edhe për trajnerin Ardian Uiu. Edhe një barazim ka arritur që me mbriti rrethin në drejtim të skuadrës, sigurisht në një moment shumë delikat. Valerianos dërgon topin te Fernandes. Ismaili. Kërkohet Beqa. Sigurisht në mënyrë të gabuar, tani Andre. Maliqi. Nani. Në duel me Victor Fernandes, faul i shkaktuar spanjolli sulmit. Goditje dënimi për Dinamon tani. Pran topi Devi Bregu. Zonë Daja dhe Kalari, lojtarët e Dinamos, çfarë lëvizje duhet të kryen për të botuar pa kundërshtarët. Bregu arkon në zonë me kokë Guindo dhe 1-0. 1-0 Dinamo. Ka shënuar golin e avantazhit që në minutën e 5. Një goditje me kokë, ashtu siç u zhbllokua dhe derbi i parë, i fazës së parë mes të dyja skuadrave me një goditje me kokë. Duhet të largohen nga pjesa e tribunës ku janë tifozët e Tiranës për të festuar lojtarët e Dinamos. Të krahun tjetër janë ata të Dinamos, jo aq të shumë sa shpriteshin në numër. 1-0 Dinamo, minutën e 5 me gol të Guindos që kthehet ai rëndësishëm. Dinamo kërkon gola, i kanë munguar në javët e fundit dhe shikoni se si e gjen. Ishte Gudjabi që shënonte po me kokë, ka nevojë të një goditje kënd duke zhbllokuar, si thash, derbin e fazës së parë fituar nga Dinamo 2-1. Dhe tani në minutën e 5 udhëheq skuadra e Dajës. Goli 3 për Guindon në këtë kampionat, ka vuajtur dhe ai probleme me dëmtimet, probleme që nuk i ka kaluar ende, por luan duke sakrifikuar dhe po bën mjaft mirë deri tani. Junior për Tiranën me topin drejt zonës së Dinamos, Andre nxjerr prej saj. Provon dhe një herë Tirana me Argentina Sinvera. Valerianos. Topi kthyer te Tafas. Është goli 22 që Tirana pëson në këtë kampionat. E shkëputur si mbrojtja më e dobët e kalimin e javës, nëse skuadrat e tjera kanë pasur luhatje. Në momentet të caktuara Tirana problematikën edhe në mbrojtje ka pasur të vazhdueshme. Andre. Maliqi. Guindo. Duelon me kundërshtarësh në rrymë. Valeriano si moment më tek Gudjabi. Guindo Villa. Nani. Afrohet Çardaku. I lëvizshëm Bregu, pa një rol të dedikuar. Fantazia ti mund ta krijoj atë në pjesë të ndryshme të fushës, kryesisht pranë zonës kundërshtare. Shumë topa kalojnë aty, nga këmbët e tij, tani janë te këmbët e Gudjabit, i cili gabon pasimin. Ndryen Ismaili, provon Fernandes, kërkon të nisë Tirana. Ndryen Maliqi, e vëmendshme Dinamo, nuk lejon lojtarët e shpejtë të Tiranës, as Fernandes as Tabeku, që të kalojnë përpara dhe kur vjen në sotrim të topit. Junior rrezohet, fiton faul. Shohim dhe njerë nga tjetër këtë vështrim golin e Guindos.
ka fituar këtu duelin me Tabeku, një sulmues që mbron ndaj një sulmuesi. Ndoshta këto janë zgjedhjet e stafit të Tiranës në markimet në zonë. Këtë herë rezultoi e gabuar. Vila. Neziri. Bregu. Guindo, Bregu. Nani. Kalon mirë Nani, krijon hapësirë, provon një tjetër top drejt portës. Ka ndryrë Tafas që kërkon pak më shumë qartësi dhe karikim nga do tjetër të paktën aty në prapavi Fernandes tani. Shikoni agresivitetin e lojtarëve të Dinamos që në gjysmëfushën kundërshtare e asfiksojnë manovrën kështu. Rafael kthehet te Tafas, i cili shkelmon me të parën. Topi drejt Tabeku, ndryn mirë Beqa. Më tej Rafael në mesfush. Vera. Rafael. Vera. Vjen të qarkulloj Tirana. Shohim Haxhiu nuk luan në korsinë e majt, por është dispostuar në ndihmë të sulmuesve në krahun e djathtë, janë të dy si Vera dhe Haxhiu që luajnë në krahun e djathtë. Krahun e majt e mbani vetëm Fernandes, i cili më tej ndihmohet nga mesfushorët kur Dinamo provon të sulmojë. Është ky një ndryshim referuar vendosjes që pati Tirana përballë Ignatias një javë më parë. Një javë kampionati më parë sepse ishte fundjava. Neziri. Dhe fillon një protesta një tifozëve të Tiranës ndaj klubit të tyre. Dhe nuk mund mos jenë të pakënaqur me situatën e kampionatit, po ashtu dhe me situatën e ndeshjes. Dinamo provon edhe një herë me Nezirin. Neziri gjen korridore, provon pasimin te Guindo, lojtarët e Tiranës nuk kuptojnë mes tyre, është faull. Është faull në favor të Dinamos. Është rrëzuar Neziri. Shëm kalimin e mëparshëm nga Nani. Me këtë top në shtyllën e parë ku Guindo shkon sërish aty. Shikojeni gjurin e djathtë të sulmuesit të Dinamos, është i fashuar. Aty ka i problemi kryesor në këto momente që mban në pikpyetje. Formën e tij bëhet në vëmendje dhe të stafit mjekësor të Dinamos javë pas jave. Nga një goditje standarde erdhi goli i parë, Dinamo ka një tjetër mundësi tani, të paktën për të qenë e rrezikshme. Dërgon sërish forcat shtatlarta pranë zonës kundërshtare tek vija 16 metrave vendoset Tirana. Është Qardaku që provon drejt për drejt portën, 2-0 Dinamo. Minuta e 11, super gol nga Qardaku. Super Dinamo në këto 10 minuta të para. Eduard Trokiçme dhe Qardaku që shkon të ndaj me gjithë stolin stafin, festën e tij, buzëqeshjen e tij, sepse jo vetëm provon tani të theksoj buzëqeshjen e kthyer te skuadra, por edhe të vetvetes. Është i goditur si mirë nga distanca të tilla Qardaku. Një perle shënoi dhe në Kupat e Evropës në një zonë të ngjashme, por në aksion e sipër tani ka befasuar me golin e tij të parë në këtë kampionat dhe të dytin e kësaj ndeshje, duke vijuar të hedh edhe më shumë shi të ftohtë në detin e errët ku Tirana po noton tashmë në kampionat. Shohim edhe një perlën e Qardakut. Etafas që nuk ka mundur të mbri. Shkelmon Valerianos, topi drejt Tabeku që ul për te Junior. Tirana duhet të reagoj. Haxhiu për te Fernandes, ka asgjë më për të humbur. Duhet sadopak nga këta lojtarë që janë në fushë të lojës grind, krenari, qoftë edhe individuale. Shohim Rafael, provon ai goditjen, dorin me kokë Andre përpara teqjes që gjithsesi në planzhon provoi të shkonte në trajektore. Leshi tani ndry dyer me kokë, por ndryn dhe Guindo. Tani Valerianos, Rafael në duel me Guindo dhe ai shkon të rikuperoj topa në mesfush.
Ismaili provon të shtyjë dhe njërë Tiranën përpara. Qëndrimi Ismaili, topi i tij devijuar nga Beqia dhe vjen goditja e parë nga këndi, ajo i përket Tiranës. Tjetër kënd vështrim i golit fantastik të Çardakut. Eridon Çardaku, i cili luan sot në një nga rolet e sajuara që në Kupat e Evropës në mesfush nga Daja për të shojmë të top në zonë i larguar nga lojtarët e Dinamos. Këngul Tirana me Rafael, mëtej Tabeku. Tabeku kërkon kalimin në krahun e djathtë. Gjithë Tabeku provon dhe të tribloj, por të vëmendshëm dublojnë njëri tjetrin lojtarët e Dinamos të rikuperojnë. Mjaft mirë tani. Nuk nxitojnë. Andre. Beqa. Maliqi. Çardaku. Kombinim me Nezirin. Maliqi. Andre. Ndrolloja Krash kon topit e Nani në të djathtë. Nuk kuptohet Nani këtu me Guindon, i cili po shkonte në qendër. Nuk vonohet Ismaili. Nuk preferori vënën ansore për kërkon të nisë me shpejtësi dhe njerë Tiranën në krahun tjetër me kokë. Beqia fiton një tjetër duel me Tabeku dhe topin e merr sërish Dinamo me qetësi me këmbë Teqa. Kapiteni Dinamos tashmë. Si shtam Dinamo me shumë mungesa. Te mungojnë disa kapiten, më herët Hoxha, Bruno Dita, Ali. Çardaku. Andre. Topi në këtë diagonale vrapimi për Teneziri, i cili provon me të parën ta kthejë drejt zonës të Ryn Vera. Haxhiu. Leshi. Topi dorëzuar nga Tirana në rivënie anësore. Një dhe njerë në ju në plan të parë sigurisht shumë i shqetësuar. Është absolutisht një situatë lehtë. Ja më të vështirat që një trajner mund të përjetoj. Nga mund të komplikuarat gjithashtu. Rafael me një top për vrapimin e Haxhiut dhe ai është lojtar i shpejt. Neziri arrin ta kthejë te Teqa, i cili me shpejtësi Bregu tani. Haxhiu me shumë mundësi është shtuar listës së lojtarëve të shpejt. Pra Fernandes, Majtas Haxhiu, Djatas Tabeku në qendër. Nuk ka arritur të funksionojë deri tani për Tiranën. Po funksionon mjaft mirë për Dinamon. Andre. Beqa. Vila me thembër ryn Leshi më te Valerianos, topi te Haxhiu. Rafael. Provon të shkojë përpara, fiton faul. Valerianos. Meta. Kërkon një pasim në diagonale ku vrapon Vera, që është lojtari shpejt, dhe arrit ta mbrit topin me vështirësi, por e mban në lojë, gjithsesi duke e dorëzuar te Neziri. Ofrohet Bregu. Andre. Çardaku për te Beqa. Maliqi. Vrapon Guindo, i cili arrin ta prek topin për te Nani, vrapon Nani drejt zonës së Tiranës, topi në qendër me vështirësi i larguar. Provon dhe Ismaili, e lë për te Valerianos, vjen dhe njerë Maliqi së bashku me Fernandes, rikuperon lojtari Dinamos. Maliqi.
Neziri. Bregu. Çardaku. Tjetër goditje ti tani e bllokuar që në nisje. Junior e ul për te Rafael. Provon dhe njërë të nisë Tirana. Haxhiu. Lojtari shpejt, provon të vrapoj. Vjen Fernandes të krahun e majt. Junior është në qendër. Haxhiu e mban topi, kërkon një pik pasimi, shkon te Junior. Gjithë që Junior vonohet diçka, vonohet më shumë se diçka, pason tani te Tabeku. Ofrohet edhe një Junior brenda zonës. Aliton Junior e kthen në qendër, Beqa që largon. Neziri edhe mëtej rikuperon Meta. Rafael me topin te Tabeku. Del nga zona ai, por mëtej vështirë të gjej një pik referimi në zonë për të pasuar. Largon dhe një Dinamo, mbetet në kontroll të topit Tirana. Valerianos. Ismaili. Fernandes. Leshi. Rafael. Meta. Lëviz dhe njerë Vera, që provon dhe ai të ndihmoj manovrën sulmuese me zbritet e tij në krahun e djathtë. Harkimi është i lartë në zonë, Maliqi ndryn me kokë. Fernandes. Kalon Fernandes me të majtën, Harkimi në qendër, Beqa. Vendoset mirë dhe largon. Shohim tani shpejtësinë e Nani, ndalur nga Rafael, faul në favor të Dinamos. Ky është edhe njerë momenti i faulit të fituar nga Nani. Valerianos provon të udhëzoj të tjetë. Është ai udhëheqësi i prapavijës. Me Ismailin që luan më majta sot. Maliqi tani. Gudjabi. Neziri. Çardaku. Gudjabi. Nani për te Maliqi. Beqa. Çardaku. Bregu, del topi për Bregun, gjithje Bregu provon dhe ai hapësirën Bregu, gjithje Bregu kalon këdo që del përpara, më te kjo goditje mbi vi. Ka shpëtuar Valerianos Tiranën nga goli i tretë. Provon Fernandes që gjen një faul. Tentativën e tij për të shkuar përpara, por çfarë ka bërë Bregu i vetëm? Ka kaluar gjithë të vijën e 16 metrave gjithë zonën, ka shmangur këdo që ka dalur përpara, madje edhe Tafasin me këtë goditje mjaft të zgjuar në diagonale. Është tërhequr Valerianos për të shpëtuar Tiranën me një gol i tretë. Tabeku tani në krahun tjetër. Tabeku për zonës, Tabeku kërkon ai hapësirën për të goditur më tej. Pason sakt, por vjen Vera. Që arkon për te Tabeku me kokë. Kërkon kombinimin me Junior, goditja e tij e lehtë, shumë e lehtë për më tepër. Pozicion jashtë loje i lojtarëve të Tiranës. I sinjalizuar në përfundim të aksionit. Udhëzimet e Dajës për Bregun në distancë në këtë moment, ndërsa ne shohim edhe një herë dukshëm Tabeku në pozicion jashtë loje. Çardaku. Gudjabi. Villa. Nani. Drejt qendrës Nani. Afrohet Çardaku, kërkon kombinimin me Guindon mjaft mirë, edhe një shkodrani më tej mbyllet nga lojtarët e Tiranës. Haxhiu provon të nisë sërish Tabekun, por Dinamo sërish është asfiksuese në presingun e saj në fushën kundërshtare. Tani Nani. Maliqi. Beqa. Andre. Çardaku. Villa. Afrohet Maliqi. Edhe njerë Maliqi. Andre.
Neziri, kombinimi me Bregun mjaft i mirë. Neziri, gjithë një Neziri provon një top të kthyer në qendër, por jo i sakt. Me ta provon të nxjerrë Tiranën, ndalet loja, ka prekur topin arbitri Andi Koçi, topi do t'i përkas dhe njerë sipas rregullores Tiranës. Dafas. Ndryn me Kok Vera, edhe pse shtat shkurtër merr topin, pason te Haxhiu. Këmgull Haxhiu. Vjen edhe Tabeku, sërish për Haxhiun. Andre kthen topin te Aldo Teqa, i cili më tej nxjerr në rivënie anësore për t'i ardhur në ndihmë. Duhet të jetë Çardaku, lojtari dëmtuar i Tiranës, apo Nezirit, shohim. Çardaku që ka mbetur në tokë në këtë moment, ka nevojë për ndihmën mjekësore. Pam pak më parë dhe stolin e Tiranës, ndërsa Daja jep udhëzime, përfiton për dhënë udhëzime për Lorenzo Villën. Ky është goli i parë i Dinamos, i shënuar në minutën e 5 nga Guindo. Dhe ky është goli dy goditje standarde, gola shumë të bukur me mënyra të ndryshme. Është shkritur Çardaku, edhe pse çalon disi, është ai me topin në zotrim. Kërkon një pasim në diagonale për te Nani. Nani. Bregu, Maliqi, Nani. Mes dy kundërshtarësh kalon Nani. Shikon drejt zonës, provon arkimin, Bregu e merr mirë topin, Bregu provon goditje 3-0 Dinamo. Minuta e 25 dhe Dinamo po jep leksione të vërteta futbollit ndaj Tiranës. Po jep leksione të vërteta futbollit. Një Tiranë e çoroditur, tërësisht jashtë loje, dhe Dinamo përfiton sigurisht edhe fal cilësive të lojtarëve të saj, cilësisë së manovrës së saj, kombinimeve mjaft të sakta mes lojtarëve që i gjejnë mjaft mirë njëri tjetrin dhe mëtej cilësisë të interpretimi. Janë 3 gola që kanë vërtet shumë cilësi në finalizimin e tyre në interpretimin e lojtarëve dhe menjëherë ngjallen sërish të protestën e tyre tifozët e Tiranës. Fest për Devi Bregun, fest për Dinamon. Goli 4 për Bregu në këtë kampionat e shijojmë. E shijojmë dhe njerë. Nani, shikoni, marrja e topit, gaboi herën e parë, më saktë Valeriano si mohoi një gol. Ter Bregu shumë i sigurt, i çon shifrat në 3-0, e ku do të shkoj, do të shohim. Goli 24 i pësuar nga Tirana dhe Dinamo sërish agresive, sërish e uritur. Kërkon gola që i mungonin prej javësh, vetëm një në 4 ndeshjet e fundit kishte shënuar dhe provon të zgjojë kështu manovrën e saj, sulmin e saj. Ka përfituar maksimalisht nga apatia e kundërshtarit. Ndërryn këtu Rafael me njerë Maliqi. Ndërryn rivënia anësore për Tiranën, por ajo nuk ka arrin në as të niset. As të niset rivënia anësore, ndërkohë me sa duket i përket Dinamos. Tani parë për Devi Bregun. E me topin në duar Maliqi. E cili ndron krah tani kërkon Nezirin për të dhënë frymëmarrje e aksionit. Humbet ekuilibrin Neziri, por ruan kontrollin e topit. E dërgonte Teqa, i cili shkelmon me të parën. Në zonën Guindo, ndryn me Kok Valerianos, Matej Gudjabi. Neziri. Kthehet te Teqa. Beqa. Nani. Guindo rrotullohet, nuk ka faul, ndryn Valerianos. Matej Haxhiu, topi te Vera. Rafael. Guindo, Matej Bregu vrapon dhe njerë Dinamo për para, shikoni sa i shpejt Nani, Bregu i shërben në kohën e dur, Nani në një tjetër diagonale, provon një tjetër goditje Dafas, ndryt dhe shpëton Tiranën tani. U spostua shumë Djatas portugezin atë aksion. Nuk arriti Matej të godiste si duhet, Junior tani për Tiranën. Meta. Luciano Vera. Haxhiu.
Në aksionin Tiranës, Haxhiu kërkon Junior, i cili ka hapësirë, provon një goditje nga jashtë zonës, topi shkon jashtë portës, rivënie fundore për Dinamon. Vetëm një fitore Tirana atë në derbin tjetër të kryeqytetit me Partizani këtu në Air Albania. 4 barazime dhe 8 humbje deri tani në 13 javët e para. Në 9 herët e saj që ka kaluar në disavantazh, ka barazuar vetëm një herë, 8 ndeshje të tjera i ka humbur. Përfshirë ato të fundit përballë Ignatias. I vetmi barazim është në Vlorë 1-1, 2 javë më herët. Neziri, Vila, Qardaku, Vila për te Gudjabi, Nani, Beqa, Maliqi. Dinamo të 5 herët që ka kaluar në avantazh në këtë kampionat i ka fituar ndeshjet e saj. Dhe tani ka hedhë një 3 hapësh, jo një hap, por një 3 hapësh drejt rikthimit të fitoria. Meta, Vera, kërkohet Tabeku, mbyll Andre, Neziri, Beqa, Gudjabi, Maliqi, Gudjabi, Neziri, Qardaku për te Andre, Teqa, në moment rregullimi frymarrje edhe për manovrën e Dinamos në këto momente. Qarkullimin e dendur, Gudjabi për te Neziri, Bregu, Qardaku, Qardaku, Beqa, shfaqet Bregu, krahun e djathtë tani, Nani, Bregu, Maliqi, Maliqi brenda zonës, rikuperon Ismaili, i cili largon deri aty ku ndodhet Bregu, rikuperon dhe njerë Dinamo, Qardaku, Lorenzo Vila, provon goditjen dhe ai me të majtën, top që blokohet e zotron Qardaku. Maliqi detyrohet të kthehet pas tani te Beqa, por gjithsesi topin e mban në zotrim Dinamo. Andre, Vila, Bregu, Vila. Vila me këtë top drejt qendrës, top që i rikthehet të këm. Neziri i kthehet te Bregu. Edhe njerë Bregu. Nani, një top pranë portës, ndjellës për dikën është 2-2, por askush nuk shkon aty. Top që dorëzohet në rivënie fundore. I kujtoj të dielën në këtë stadium, Tirana do të luajë një tjetër derbi, atë përballë Partizanit në orën 18. Do të jemi sërish drejt për drejt në rrjetin radio televizionit shqiptar. Vështirë të gjesh diçka të lehtë tani në rrugtimin e Tiranës. Shkelmon Tafas me Kok Fernandes, topi dorëzuar te Maliqi, kthyer te Aldo Teqa. Beqa, Nani, Qardaku, Nani, Beqa,
Kërko pasimi për para vrapon, Nani ka hapësirë për portugezin, është lojtari shpejt edhe me topin në këmbë. Vrapon gjithmonë, Nani shikon në qendër të zonës, Nani provon pasimin, është i fortë, devimi Bregut. Zgjatet Guindo, e mban në lojë dhe njerë Nani, tjetër mundësi për Dinamon. Topi arkuar lart, shumë lart, më tej për Vilën, që nuk mund të godas aty me kokë, kontrollon Tafas. Provon të nisë edhe njëherë një Tiranë disi të tulatur. Fernandes ndërlikon kontrollin e topit, por e mban në zotrim. Ismaili. Fernandes, Rafael Junior. Fernandes, Ismaili. Me kokë në Ziri, kontrollon trajektorën dhe kthen topin te portieri i Aldo Teqja. Minuta e 33, kujtoj, Dinamo 3, Tirana 0. Guindo, Qardaku dhe Bregu, autor të golave. Qardaku. Neziri, Qardaku. Gudjabi. Dhe me sa duket Tirana bëhet gati për ndrim. Andre. Bregu. Tjetër mundësi, tjetër goditje, Tafas i grushton. Nani. Preket topit me dorë nga lojtari Dinamo, si përket Tiranës. Topi gjatë për Tabeku, mbyll Beqja. Malici. Neziri. Rafael. Edhe njërë Malici. Lexon një tjetër pasim. Rivënje ansore për Dinamon. E më kotë Regjen kuadron tifozët e Tiranës që vijojnë. E vetëm të jenë të pak kënaqur me shumë të drejtë, por dhe të protestojnë gati për zvendësim. Tirana do të jetë në fushë të lojës pikërisht një nga prurjet e para pak ditëve. Do të largohet Ismaili, Basilio Ndong. Dhe tani çdo gjë has vështirësi për të sqaruar, për të shpjeguar. Ismaili ishte një nga ata lojtarë që Tirana e priste me pa durim për të kthyer nga një dëmtim. Nuk ndryshon asgjë në vendosje, Ndong është një mbrojtës i majt. U prezantua me një farë buje përpara ndeshjes me Ignatian dhe me njerë sot bën debutimin në minutën e 35. Të shohim nëse ky ndrim do të mund të ndryshojë diçka te Tirana. Goditje dënimi për Dinamon. Pran topit Bekim Malici. Andre. Villa, Guindo, në duel me Leshin, më tej Rafael, topi për të Junior. Beqja tani. Bregu. Malici. Has vështirësi për të gjetur pasim përpara, nuk heziton të kthehet te portieri i Teqja, i cili pason te Andre. Lëviz mirë Qardaku, lë pas kundërshtarin, gjithnjë Qardaku me pasimin e shkurtër te Bregu që sot luan ndeshjen e tij të 201 nga kampionati shqiptar të futbollit. Dhe gjeti pak më parë golin e tij të 67. Beqja, jo pa vështirësi, mbyll ndaj Tabeku, më tej Malici, Beqja ka mbetur në tokë, loja vijon, topin e ka Andre. Qardaku. Nani.
Vila. Andre. Bregu. Edhe njerë Bregu. Nani, Maliqi. Diagonale pasimi ti të Neziri. Kalon Neziri me i farë letësie më te Arkon në qendër të zonës. Ndong provon të largoj për topin e parë që ka në zotrim e lë për kundërshtarët. Bregu më te e lë për Qardakun. Edhe njërë Qardaku. Për te Nani. E mban mjaft mirë portugezi. Gudjabi e ndimon një pasimi thjesht për te Maliqi dhe vijon manovra e Dinamos. Vila. Edhe njerë Lorenzo Vila më te Gudjabi. Bregu. Neziri. Me shumë qetësi e mban Neziri. Gjithë një Neziri e afrohet zonës, provon me të djathën. Ndoshta ideja me mirë mund të ishte pasimi, një goditje gabuar e tij e let, kontrollon Tafas, niset Fernandes. Kërkon ai një pasim në diagonale për Imal Haxhiun tani. Kalon Haxhiu. Shkon drejt zonës, harkimi i tij, Gudjabi me kokë nxjerr nga trajektoria e Fernandes. Më tej është Nani, i ndalur nga Ndong. Fernandes. Provon të mbetet aty Tirana, Junior. Rafael. Provon këtë goditje nga distanca, 3-1. Minuta e 39 dhe ja ku provon një zile zgjimi Tirana me këtë goditje nga Rafael. Golat janë njëri më i bukur se tjetri tani në këtë ndeshje. Janë 4 të tillë, Tirana shënon të parin e saj. Ka shënuar Rafael një super gol vërtet. Të shohim se çfarë impakti mund të ketë në vazhdimin e ndeshjes tani. E shohim dhe njerë për të shijuar edhe goli Rafael. Është i goditur si mirë nga distanca të tilla, provoi dhe pak më herët. Perfekt në këtë moment. Goli parë për Rafael Freitas në këtë sezon në kampionat. E ardhur në merkaton dimërore të Tirana. Ka ndikuar në cilësinë e lojës së kësaj skuadre në pjesën e dytë të sezonit. Jo pa vështirësi arriti të mbijetonte në superiore. Bregu tani. Qardaku për te Neziri. Qardaku. Bregu. Blokohet Bregu. Vera. E ndjek Vila. Vera provon të shtyt topin përpara drejt Haxhiut, ndryn Andre. Faull në favor të Tiranës. Ndong, Fernandes. Ndryn Maliqi me faull. Vera. Meta. Valerianos. Ndong. Fernandes. Rafael. Ndong. Rafael. Pranti Meta. Junior. Fernandes. Provon Tirana të qarkulloj tani, provon të krijoj diçka. Vera ka një farë lishpërie në krahun e djathtë dhe shërbet. Shikon drejt zonës, provon harkimin që shkon i lart aty ku Gudjabi, sigurisht dhe me detyra të qarta, kthehet për të larguar topa të tillë. Neziri një top të tillë provon ta shtyp përpara tani duke kërkuar Devi Bregun. Andre. Qardaku. Beqa.
Edhe njerë Beqa. Nani. Rotullohet Beqa. Me forcën mban topin. Pranti Maliqi. Edhe ai arrin ta mbaj mjaft mirë. Kthehet te Andre Teksera. Villa. Tjetër pasim në diagonale i Qardakut shumë i sakt për te Nani. Ndong për balti, mban topin Nani. Maliqi, Nani. Kërkon kalimin. Nani. Topin e qendër, ndrysh Junior, mëtej Tabeku, Junior kërkon vrapimin e Ndong që shkëputet tani duke parë dhe ku janë shokët e tij detyrohet të kthehet pas te Junior. E humbet disi befasin aksion e Tiranës. Junior kërkon Argentina Sinvera në krahun e djathtë. Tabeku. Shkon dhe ai në krah mëtej Harkon në zonë, Maliqi me kokë. Nani, Maliqi me qetësi Dinamo edhe në zonën e saj. Duke humbet toruan e pasimeve. Qardaku për te Villa e ja ku del tani. Neziri. Bregu. Vrapon Bregu. Gjithje Bregu drejt qendrës, Bregu ka hapësirë, provon një tjetër goditje, Tafas zgjatet dhe grushton. Goditja e parë nga këndi për Dinamon. Një ndeshje e bukur me ritëm të lartë, me raste nga të dyja skuadrat, dhe sigurisht deri tani me 4 gola të shënuar, aq sa u shënuar në gjithë javën e 13 janë shënuar deri tani në këtë pjesë të parë mes Dinamos dhe Tiranës. E premisat janë se mund të shohim të tjerë gola, referuar nevojës së Tiranës për të sulmuar dhe dëshirës së Dinamos për mos përtuar as pak për të shkuar në krahun tjetër edhe kërcënuese, ashtu si do të provoj tani me këtë goditje këndi pran topit Devi Bregu. I lartë të qendrës të zonës, largohet një moment, Qardaku këmbgul, vjen Neziri në vrapim e sipër, provon një tjetër goditje me topin që shkon jashtë. Rivine fundore për portierin Tafas. Diçka presin. Andi Kuçi na thot se diçka do të presin, por me shpejtësi vjen vendimi tjetër se loja mund të vijojë. Ndong. Rëzohet falli shkaktuar nga Nani me një fitore të mundshme sot. Dinamo do të rikthejë në katërshen e parë, pasi Teuta barazoi pak më herët në Durrës përballë Elbasanit 0-0. Në të njëjtin moment kur Partizani fitoi përballë Bylisit 1-0 në ndeshjet hapse të kësaj jave të 14 të Habistet Superiore. Ju do të vjetë nesër me Vora Vllaznia, i do të luhet në Shkodër dhe Egnatja Flamurtari. Nuk ka absolutisht asgjë për të shtuar, mbyllet këtu kjo pjesë e parë, Dinamo 3, Tirana 1, me 3 golat një pasqyrshëm të Dinamos, me Gwindo Qardaku dhe Bregu në minutat 5, 11 dhe 25, dhe në minutën e 39 Rafael shënoi golin e vetëm deri tani për Tiranën. Tirana në vështirësi të cilat do të provojë dhe do duhet provojë të kapërcej që në këtë pjesë të dytë është shumë e vështirë, ndërsa Dinamo kërkon të mbajë të vajisur manovrën e saj dhe për pjesën e dytë. Për momentin pakushim për lojtarët, pakushim për ne, dhe kthehemi me Dinamo Tirana. Tjetër përshëndetje miq, jemi kthyer me pamje të drejta nga stadiumi Air Albania në Tiranë, luhet një nga derbet e kryeqytetit, luhet Dinamo Tirana. Pjesa e parë 3-1 për Dinamo, një Dinamo në përgjithësinë e zgjeruar të pjesës së parë dominuese ndaj Tiranës, udhëheq 3-1 me shumë merit, do të thoja. Gwindo Qardaku dhe Bregu golat e Dinamos, me Rafael në të 39, vetëm në minutën e 39. Gjeti reagimin për skuadrën e Tiranës, e cila kreu një zvendësim që në pjesën e parë u largua Ismaili në vendin e tij Ndong dhe tani Tirana përgatitet për 2 zvendësime të tjera, do të jetë Vogli dhe Etienne Tare. Sergio Vogli dhe Etienne Tare do të jenë 2 zvendësime të tjera, kërkon kështu Ardian Uiu të jap një tjetër shkundje skuadrës së tij, edhe i detyruar do të thoja. Tani del edhe Dinamo në fushë të lojës. Kujtoj Dinamo në pjesën e parë me Teqe në port, mëtej Maliqi, Andre Beqa, Neziri, Qardaku, Gudjabi, Nani, Bregu, Villa dhe Gwindo. Të shohim tani se cilat do të jenë zvendësimet e Tiranës.
kush janë lojtarët që do të largohen. Largohet Meta në vendin e tij Vogli dhe largohet Fernandes në vendin e tij Tare. Kështu Tirana tani me Tafas në port, Matej Vera, Leshi, Valerianos, Ndong, Rafael Junior, Haxhiu, Vogli, Tabeku dhe Tare. Tare që do të kaloj me një në qendër të sulmit ku është roli i tij. Është ndeshja e tretë e kësaj të 14 në A Bistet Superiore. Më herët kujtojmë Teuta Elbasani 0-0 dhe Partizani Bylis 1-0. Topin e parë do ta shkelmoj Tirana, do të pritet vëshëllima e këtij zotërie Andi Koçi në plan të parë. Shkelmon Tare topin, nis pjesa e dytë. Junior Ndong. A Tirana ka kryer 3 zvendësime deri tani. Provon të zbres Tirana në këtë aksion me Haxhiun, mëtej top i larguar nga Andre që shkelmon fort përpara. Kthehet Ndong dhe rikuperon. Debutimi i tij sot në Kampionatin Shqiptar të Futbollit. Vera. Tabeku. Kujtoj Ndong ka ardhur si lojtar i lirë, pra lojtar pa kontratë, për këtë arsye ka pasur mundësinë e federimit për gjatë kampionatit. Rafael Vogli. Top që mbetet aty, ndryn Vila, Matej Gudjabi. Guindo, ndryn Ndong. Maliqi, Guindo. Maliqi. Gudjabi. Çardaku, Neziri. Çardaku. Andre. Beqa. Maliqi. Nani. Maliqi. Gudjabi. Andre. Villa. Kalon Villa. Mes dy kundërshtarësh dhe një herë Lorenzo Villa. Provon goditje nga distanca. 4-1 Dinamo. Tjetër super gol. Çfarë ndeshje, një gol më i bukur se tjetri. Gjen një tjetër perlë edhe Lorenzo Villa. Minuta e 47 edhe Dinamo kthehet të dominoj edhe në rezultate, edhe në lojë, edhe në spektakël. Festojnë tifozët e pakët Dinamovit, sigurisht me këtë spektakël. Mendoj dhe besoj se do duhet ishin më shumë. Është një ftesë e vazhdueshme. Ja ku ka ndeshje të bukura përgjithsisht në këtë stadium, janë zhvilluar ndeshje të bukura e me Dinamon protagoniste, edhe njerë momenti për të shijuar super golin e Lorenzo Villës. Goli 3 për Villën në këtë kampionat. Tirana kthehet në -3 për sa i përket golave tani dhe vijon të pësoj. Pikërisht 4-1 në këtë stadium Tirana ka regjistruar humbjen e saj më të thellë, kujtoni përballë Elbasanit kur ishte skuadër pritse. Ende nuk ka mbaruar. Tafas, Leshi. Kërkohet Tare, ndoryn në Beqa. Pasimi ti për para vraponani, për Ndong është i shpejt. Dhe mbron këtë top që shkon në riverje fundore. Rafael. Ndong. Kombinon me Haxhiun. Edhe njëri mal Haxhiu. Gabon pasimi ndryn Neziri. Beqa. Maliqi. Një top i plogësht, por Andre shkon me shpejtësi dhe dërgon në tribuna një top që shkon kështu në rivën e ansore për Tiranën. Junior. Haxhiu. Ndong. Rrotullohet mirë tani Ndong. Ky top për te Vogli.
një top krejtësisht i gabuar tani. Junior shkon drejt për drejt në rivënje fundore. Niset Dinamo me topin e luajtur nga prapa via. Beqa dërgon për para. Andre. Neziri. Pranti Çardaku. Malici, Guindo. Njërë Malici për të Andre. Çardaku. Kthehet te Teqa. Gudjabi. Andre. Edhe njërë Andre. Beqa. Nani. Bregu. Karin të mbaj këtë top në zotrim, rivënja ansore për Tiranën. Haxhiu. Fed Gudjabi rikuperon topin që e kthen më pas te Teqa. Provon një moment Tabeku, më të ndryen Lorenzo Villa, tani Andre. Villa. Beqa. Nani. Bregu me themër, mjaft mirë për te Nani, provon dhe njerë Dinamo. Të shkoj për para, Villa e merë topin, ndëryn në Rafael. Ndong. Kupton gjithçka Malici, është rivënia ansore për Tiranën. Neziri kupton mjaft mirë këtë top, por e shkelmon fort. Shkon në rivënia ansore për Tiranën në krahun tjetër tani. Leshi. Valerianos. Junior. Tabeku me kokë fton vrapimin e voglit drejt zonës së Dinamos, por mbyll mjaft mirë Andre me topin e dërguar në një tjetër rivënie ansore. Afrohet Rafael. Junior. Ndëryn Neziri. Një top i prekur me dorë. Tirana pretendon për penalti. Sigurisht do të rishoj pas pak gjithçka. Provon Dinamo të shkoj për para. Ndëryn dhe një Rafael. Tafas tani për të Leshi. Eugene Gjaja dhe Kreshtik Bajramaj në dhomën e sistemit VAR. Kujtoj, tu Bregu ndëryn dhe i Tafas për topi rikthehet në duar portierit të Tiranës. Ndoshta është një moment që do të përpunohet në laboratorin e sistemit VAR. Për momentin loj avion. Kemi pasur ende një ndales për të kuptuar nëse gjithçka ka qenë në rregull apo ende po shqyrtohet. Vogli tani dhe njërë Tirana provon topi në krahun e majt ku Ndong ka hapësirë dhe provon të zbres. Ndong krijon hapësirë mjaft mirë Ndong. Këtu arkimi i tij interesant, Gudjabi largon, Vogli këmbgul, ndëryn Koçi. Ndëryn Koçi dhe ndoshta do të presim, të shohim shenjën e tij dhe shohim këtë moment. Topi në dorën e Andre Texera. Topi në dorën e portugezit, të shohim se si do të vlerësohet nëse është rritur vëllimi i trupit, nëse konsiderohet natyrale ose jo. Ky është momenti i qartë.
Gjithçka me sa duket e rregullt, loja u ndërpres sepse topi në zotrim të Tiranës u prek nga arbitri. Dhe do të kthehet në kontroll të Tiranës, pra është vlerësuar ky rast, është konsideruar gjithçka rregullt. Vijon Tirana me Junior që kërkon tani pasimin të Tabeku. Vogli me kok, s'kush nuk e ndjek aty në zonë. Me Maliqi e kthen të Teqa. Beqa, Nani, Gudjabi, Qardaku, Vera me kok. Shtym përpara Vera, por mëtej nuk arrin të pasoj në rëshket dhe topin e dërgon në rivënje fundore i përket edhe një herë Dinamos. Nëntë goditje në kuadrat Dinamo, 10 në total. Vetëm një goditje në kuadrat Tirana, atë të golit të minutës së 39 në 2 tentativa. 67 me 33% kontrolli topit në favor të Dinamos. Dinamos bret edhe njerë me Qardakun. Villa. Nuk arrit të gjej pasimin e saktë e Nani, rivënia anësore e dhuruar tani. Faul i Gudjabit, mislojën Tirana, Vera, Tabeku, Vogli, Rafael, Tabeku, shkodre e qendrës Tabeku, Junior me një prekje kërkon dikën në zonë, top që largohet një moment, Gudjabi për të Nani, në Rëndong. Maliqi e kthen të Teqa, i cili shkelmon me të parën. E largon Roziku, madje kërkohet Guindo. Provon të niset Bregu, por ndryn mjaft mirë Leshi. Mëtej Nani, vrapon dhe njerë portugezi. Nani afrohet zonës brenda saj. Nani provon vetë goditjen Tafas. Grushton në goditjen e dytë nga këndi për Dinamon, e 10-ta goditje në kuadrat. E bluve sot sapo gjejnë sa do pak hapësirë. Provojnë dhe këtu, Nani kishte edhe 2 pika pasimi mjaft të mira në qendër të zonës, provoj vetë. Dhe shkon Neziri për të ekzekutuar goditjen nga këndi. Bregu. Arkimi është i lartë, Gudjabi me kokë, nuk arrin as Villa pranë portës. Por është faull në sulme sa duket. E vëshëlluar nga koçi që shpjegon edhe ndaj të sapo ardhurit të kampionat, Bazilion Dong. Lojtar nga Guinea Ekuatoriale. Junior. Vera. Tjetër arkim, drejt për drejt në port, shkon ai top i kontrolluar nga i vëmend Shpiteqa. Nani. Vrapon Maliqi. I cili vërtet mendon të kthehet disa metra pas topit te Gudjabi. Neziri. Vrapon Bregu, Neziri heziton të pasoj me të parë në ty në krahun e majt, tani ofrohet Qardaku. Andre. Qardaku. Gudjabi. Andre. Neziri. Ndalet loja sepse Ndong ka mbetur në tokë. Ndong ka mbetur në tokë, ishte ndrimi i parë i Tiranës sot. Ndoshta janë ngërçet të momentit, regjia mendon të na risjell në kujtesë golat. Për ata që mund të kenë haruar se çfarë ka ndodhur deri tani, Guindo
1-0 me gotin me kokë. Super goli Çardakut 2-0. Aksion shumë i bukur i mbyllur kështu nga Bregu, me gol tjetër të bukur 3-0. Gjëja më e bukur në mos e vetmja gjë e mirë e Tiranës sot, ky gol i 3-1-shit nga Rafael. Dhe krye vepra e radhës nga Lorenzo Villa për 4-1-shin aktual. Beqja tani largon topin nga zona një moment, këmbgul Tirana që rikuperon. Haxhiu me të majtën harkimi ti Andre largon sërish me kokë, largon dhe Nani, nuk përton të kthehet në ndim të mbrojtjes. Është Bregu ai që qëndron më i avancuar sot tu Guindo. E mbron topin, stafi Dinamos diskuton në zonën teknike, ndoshta edhe për lëvizjet në vijim, ndërsa Bregu lëviz drejt zonës kundërshtare. Guindo në qendër, Neziri dhe Villa vinë aty, Bregu driblon, Bregu mjaft mirë, provon pasimin në qendër për te Lorenzo Villa, i cili e ndal. Neziri nuk arrin të godasë, bën Çardaku 5-1. Dinamo, minuta e 61. E kthen në loj fëmijësh tani. E kthen në loj fëmijësh 5-1 në minutën e 61. I ngrirë vështrimi e Nueut. Është dyta herë që kampionati ynë gjen këto shifra. Në një ndeshje të tij ishte Ignatia Bylis përpara 2 javësh kalendarike. Është tani Dinamo Tirana, por ka edhe 30 minuta lojë nga fundi i kohës së rregullt. E shohim edhe një herë, bëjnë çfarë të duan në zonën e Tiranës, derisa Çardaku e mbyll me gol, 2 golësh për Çardakun. Dëshpërimi Tafa Spor është që dëshpërim shumë dimensional, shumë dimensional. Shumë dimensional. Me sa duket, nuk e di nëse goli është konfirmuar. Po, goli është konfirmuar, rinis loja. Vera. Neziri. Rafael. Haxhiu. Junior. Rafael. Gjithjo Rafael. E merr topin Dinamo. Provon dhe njërë me shpejtësi të dalë përpara Çardaku, pasimi për te Bregu. Frymëzuesi shumë manovrave sulmuese të Dinamos. Shikoni si vrapon sërish dhe njërë Bregu, driblon Bregu, rëzohet Bregu, provon Çardaku mbi port. Rivënia fundore, Bregu është rëzuar në zonë. Çardaku ka goditur jashtë. Gati për tonë të kthehet Tirana për të mbyllur aksionet sulmuese të Dinamos. Vinë më të shumë në numër Dinamo vitët. Këtu është kalimi i Bregut, rëzimi i tij dhe kjo goditje e Çardakut që shkon jashtë. Dyshimet janë në këtë moment. Dhe ende loja nuk ka nisur. VAR i thret Andi Koçin, me shumë mundësi do të kemi 11 metrësh. Me shumë mundësi do të kemi 11 metrësh, por Andi Koçi shkon ta shohë thritur nga kolegët e tij, dhe njerë kujtoi Eugene Xhaja dhe Kreshtik Bajramaj. Kalon topi, jo lojtari, një ndërhyrje ka aty, të shohim tani vlerësimin e Andi Koçit. Ky është pra momenti që po shihet dhe rishihet. Presim vendimin e Koçit tani. Që komunikon fillimisht me kapitenin e Tiranës Haxhiu, duke i shpjeguar. Dhe me shumë mundësi 11 metrësh për Dinamon. E merr topin Devi Bregu. E treta herë që shkon te pika e bardhë këtë sezon vlonjati i Dinamos.
Bregu dhe Tafas. Përballë njëri tjetrit. Niset, Bregu, goditja e tij 6-1 Dinamo. Minuta e 65. Dhe një lum i pashtershëm, golat e Dinamos përballë Tiranës sot. Kujtoj, fitoria më e thellë e Dinamos përballë Tiranës ka qenë në ndeshjen e tretë mes tyre në sezonin e dytë ku Dinamo merrte pjesë dhe ka qenë pikërisht 3 qershori 1951 kur Dinamo fitonte plot 6-0 përballë skuadrës Tiranës. Jemi 6-1 tani dhe vijoj të theksoj se ende nuk ka përfunduar. Dinamo ka një dëshirë të jashtëzakonshme sot, ndoshta dëshirën e pjesës më të madhe të sezonit për të shënuar Dinamo e ka sot. Moment zvendësimi, nuk mund të vazhdojmë, Gwyndo nuk kapse të sakrifikoj më e Kuran Berisha, vjen nga stoli. Dhe bet pjesë e ndeshjes, kjo është festa e Bregut me Qardakun, 2 golsha sot për skuadrën e Dinamos. Dinamo e cila ka shkuar në kuotën e 18 golave të shënuar. Pra 12 gola kishte shënuar deri tani në kampionat dhe sa gjysma e gjithë kampionatit i ka shënuar tani në 65 minuta. Diçka shpjegon, do të përsëritet 11 metrëshi. Do të përsëritet 11 metrëshi, të shohim se përse ka komunikuar me kapitenin e Tiranës Haxhiu dhe kapitenin në fushë të Dinamo, sepse është teqja kapiteni tjetër. Do të përsëritet 11 metrëshi, pra është kthyer rezultati 5-1. E shohim të përsëritur. Ka lëvizur ndoshta topi në momentin e parë sipas rregullit të ri. Një lëvizje pa qëllimshme e topit dhe kur janë 2 prekje, sjell përsëritjen e penalltisë. Kujtoni rastin Real Madridit, Atletico e Madridit në Champions, kur u konsiderua jo i rregull. Tani përsëritet Bregu dhe një herë dhe rikthehemi të themi ato që tham pak më parë. 6-1 Dinamo. 2 golësh i Bregut. Përqafimet janë të tjera, gjithçka qëndron. Ajo që ishte edhe pak më herët. Ndryshon minuta, shkon në të 67. Vinte me re të zeza Tirana në këtë derbi dhe bëhet errësire plot tani, errësire plot. Errësire plot. Kërkon pasimin për Tabeku këtu Junior në thellësi. Provon Vogli. Edhe njerë Vogli. Junior. Neziri. Vijon të vrapoj Dinamo përpara, topi te Bregu. Kërkon rekorde Dinamo sot. Villa. Andre Gudjabi Maliqi. Gjithje Maliqi. Me këtë top të arkuar lartë në zonë, Bregu provon të mbri dhe këtë, por është praktikisht e pamundur, është rivënje fundore. Do të kryej dhe 2 zvendësimet e fundit Tirana, do të jenë sërish Mehmeti dhe Vogli, ashtu si ndaj Ignatias, 2 lojtarë të ri në fushën e lojës. Përshojmë dhe njerë Tabeku. Tabeku provon brenda zonës, topi fort i rrezikshëm, vjen Junior, tjetër goditje dhe Maliqi. Përpara portës shpëton Dinamon, vetëm goditje nga këndi për Tiranën. Do të largohet Junior dhe në vendin e tij Mehmeti. Mehmeti dhe Mihana. Do të largohet edhe Tabeku. Mehmeti dhe Mihana i shtohen edhe Vogli, dhe lojtarët e rinj të Tiranës të hedhur në fushën e lojës. Dhe qartë, mimika e Serge Tabeku.
Mbyll zvendësime Tirana, ndërsa ky top në shtyllën e parë largohet nga lojtarët e Dinamos. Mihana tani. Haxhiu. Tjetër top i lartë, i larguar nga lojtarët e Dinamos. Shkelmon Çardaku, ka qenë pozicion jashtë loje për më tepër. Gati Karamba, James dhe Faruku pas pak, edhe në radhët e Dinamos do të ketë zvendësime. Andre. Beqa. Ndalet Nani nga Mihana. Rivënia anësore për Dinamon. Do ta kryej Maliqi. Tare. Rikuperon topin, pason të Haxhiu, që kalon Danit Djathas. Vera. Vogli. Gjithje Vogli. Top në zonë i larguar në rivënia anësore. Dinamo kishte fituar deri tani 1/3 e ndeshjeve në totalin mes të dyja skuadrave në kampionat, 50 nga 150 të tilla. Kjo do të jetë fitoria e saj e 51. Largohet Çardaku, largohet Nani. Standing ovation i edhe duartërkitje edhe nga tifozët e Tiranës për lojtarët e Dinamos, ata që janë të paktën në tribunën kryesore. Sigurisht që edhe ky është një moment që do të kërkonte më shumë tifozë të Dinamos për të duartërkitur Benjaminët e tyre që kanë shkëlqyer sot në një nga ato ndeshje do të shkruhen në historikun e kampionatit, jo vetëm të derbit Dinamo Tirana. Është larguar edhe Bregu, edhe Nani, edhe Çardaku. Protagonist absolut për vështirë të gjesh një lojtar të dobët të Dinamo sot. Ndoryn Rafael. Mehmeti, Vogli, Mehmeti. Kërkohet topi për Tetare, vjen Vogli, e mban Vogli gjithnjë ai, kërkon mes kundërshtarësh, James rikuperon. I sapo futur James, provon të gjejë hapësirat edhe për një aksion të vetvetes. Mëtej Maliqi. James. Maliqi shumë kurështar për të dëgjuar fjalët e trajnerëve në fund të ndeshjes. Ndeshje do të jemi me super gol me emisionin ton, me Enos Karçun dhe të ftuarit në studio. Analizë që sigurisht do të jetë shumë interesante. Do t'ju ftoj të qëndronim së bashku. Maliqi. Beqa. Andre. Teqa. Andre. Beqa. Andre. Gudjabi. James. Gudjabi. Maliqi. Faruku. Vrapon brenda zonës. Fiton një goditje nga këndi. Shohim momentin e 11 metrëshit fituar nga Bregu. Edhe ekzekutimin e tij 2 herë në të njëjtin kënd, hera 2 të vlen. Dhe ja ku zhdevi Bregu në stol. Gjashtë dhe 8 gola superior për të. Shumë prej tyre me atje mjaft të bukur. Kujtoj ndeshja atje 201 në sezonin e dytë si lojtari Dinamos.
Po shfaqet shumë frymëzues për manovrën e sulmit. Shohim Gudjabin tani. Topi te James. Loryn Mihana, edhe me forcë, por Gudjabi. James ja dhuron sërish lojtarit të Tiranës. Provon të vjojë, të vrapojë, rrëzohet, nuk ka asgjë. Gudjabi. Karamba. Që kokë më kokë zvëndëson qartakun përsa e përket vendosjes të fushë të lojës. Andre. Villa. Pozicion jashtë loje i Lorenzo Villës. Mosaroni nesër në orën 16:30, 2 sfidat të tjera nga Hemisferi Superior në rrjetin radio të televizionit shqiptar. Vora Vllaznia që kujtoj luhet në Shkodër, në shkëmbim kortezie stadiumesh me skuadrave, dhe Egnatia Flamurtari në Rogozhin. Shohim këtu Mehmetin që hyn brenda zonës së Dinamos, topi pranë portës dhe 6-2. Tare, Etienne Tare ndërgon top në portën e Dinamos dhe provon të zbe triumfin e kundërshtarit dhe dështimin e skuadrës së tij. Minuta 76, ndërkohë që një lojtar i Dinamos ka mbetur në tokë. Shohim këtu Mehmeti, pasim interesant, lojtar zvendësues, Tare që ndjek mirë aksionin. Karakteristikë e tij në lëvizje dhe në mënyrën se si shkon drejt portës Etienne Tare. Goli parë për Tare në këtë kampionat. Lani parë për djalin e Iglit Tares, ndërsa fijon të jetë në tokë Neziri. 8 gola, duket një ndeshje e kohëve të tjera. Ftohet tani Neziri për të dalë jashtë vijave kufizuese në mënyrë që ndeshja të vijojë. Goli 8 i pësuar nga Dinamo në këtë kampionat. 8 ka pësuar Teuta. Dhe tani mbetën mbrojtja më e mirë momentale Elbasanit me 7. Beqa. Andre. Teqa. Villa mbulon pozicionin e Nezirit momentalisht. Largohet gradualisht Tare edhe njerë për Tiranën. Mbron një top më tej Rafael Haxhiu. Haxhiu me të majtë tjetër goditje. Shfaqet dhe njërë rrezikshme Tirana, topi shkon në rivënie fundore dhe është gati Loran të Dinamo. Mbrojtësi majtë për mbrojtësi majtë. Kthehet ai që ishte protagonist sezonin e kaluar, edhe në këtë fillim sezoni. Mbyll kështu edhe Dinamo zvendësimet e saj. Gudjabi. James lëviz mirë, por haron të ndalë topin, rivëniansore për Tiranën. E kryen Dong. Mehmeti. Një topi dorëzuar. Karamba. James. Malici. Andre. Loran. Faruku në duel me Verën. Rivëniansore për Tiranën. Rafael. Leshi. Doryn Lorenzo Villa. Gjithi Lorenzo Villa me këtë top tarkuar në zonë. Valerianos largon një moment. Këmgull Vogli. Rotullohet nxjerr skuadrën. Ka ri këtu Mehmeti, ndryn James. Malici. Topi kthyer deri te Teqa. Pranti Andre. Beqa. Kombinon me Gudjabi. Andre. Loran.
Beqa. Këndal Gudjabi ndryn Rafael. E mban braziliani. Rrotullohet shumë edhe rreth vetes, por mëtej fiton një faul. Rafael. Vera. Leshi, Vera. Rafael. Vera. Vogli. Hadjiu. Vera. Ky topi fort në zonë. James. Për gjumet Lorenzo Villa, ndryn Mehmeti. Ndryn dhe James. Me njerë Dinamo rikuperon. E mban Maliqi brenda vijave. 10 minutat e fundit. Dinamo 6, Tirana 2. Gudjabi. Ndryn Rafael, mëtej Vogli. Tani edhe një Rafael. Ndong. Valerianos. Vera. Hadjiu. Valerianos. Fal në favor të Tiranës, kujtoj që prej javës së parë kur zbriti në fushë Dinamo, që përkiste me javën e dytë ambistet superiore, Dinamo Vllaznia në Elbasan Arena, ku Dinamo shënonte 3 gola, në asnjë ndeshje tjetër nuk ishte arritur të kapte kuotën e 3 golave. Vera. Tare me kok. Hadjiu. Hadjiu provon një tjetër goditje, topi shkon jashtë. E është hera e parë në këtë kampionat që Dinamo pëson 2 gola në një ndeshje. Me rëndësi relative kjo statistike e fundit sigurisht. Sepse është një fitore që mund të shërbej Dinamos në shumë aspekte. Jo vetëm ato të pikëve dhe golavarazhit. Tu Berisha. Ndryn Rafael, mëtej Mihana. Ndjekur nga James që rikuperon mjaft mirë një tjetër top, por e kthe rrezikshëm në zonën e tij Beqa. Largon. Mbetet aty James. Ndryn Ndong. Që fiton një faul. Javën e ardhshme të hënën Dinamo do të udhtojë në Vlorë për të luajtur përballë Flamurtarit. Shem ndërkohë këtë top të arkuar në zonë, i larguar mëtej kujdesi në prapavinë e Dinamos. Provon edhe njërë të shtypër para Maliqi, por është topi dorëzuar. Këmgull Mihana e kthen dhe njërë të arkuar lartë, Tara e ul me kokë, por ka një të shërbej për askënd. Madje ka shkaktuar faul në sulm. Sezonin e kaluar mbas 13 javësh, Tirana kishte 14 pikë, 2 herë më shumë se sa në këtë sezon. Dinamo kishte të njëjtën kuotë pikësh 20 pas 13 javësh. Faruku, i sulmuar nga Leshi me faul. Sezoni më i dobët i Tiranës, ai 2013-2014, përsa i përket kësaj pjesë të sezonit, pas 13 javësh kishte 10 pikë, 3 më shumë se sa këtë sezon. Dhe tani, për më tepër vjen dhe një humbje e tillë. Faruku. Loran. Rrotullohet Karamba, ndryn Mehmeti. Vrapon Ndong. Arrin ta mbaj topin në zotrim. Rafael.
Vera. Vogli, një pasim përmendesh për vrapimin e munguar tani të Haxhiut. Dhe topi shkon në rivënie fundore. Me qëtësi Aldo Teqja. Duhet të nisë lojën tani. Pason të Andre. Maliqi, Gudjabi, me shumë siguri Dinamo në prapavi, Beqja, Gudjabi. Maliqi. Karamba. Dhe vrapon Lorenzo Villa. Ka u shërbyer tani në vrapimin e tij, pason për te Faruku, i cili provon të godas. Ndoriun Leshi, rivënia anësore, i përket Dinamos. Dy trajnerët, siç tham, janë ndeshur në kampionatin e Kosovës, në 5 ndeshje mes tyre, 2 fitore Ilirdaja, 2 barazime dhe 1 fitore Nuiu. Ballkani Drita, 4 ndeshjet e para dhe Gjilani Ballkani, ndeshja e fundit mes tyre. Në të gjitha patjetër Ilirdaja, trajneri i Ballkanit, Nuhiu, kundërshtari i tij. Maliqi. James. Karamba. Villa. Karamba. Beqja. Karamba. James. Karamba shkëputet, Karamba driblon dhe Tafas penalti përsëri për Dinamon. Minuta 87, ndryrje e gabuar e Tafas dhe Karambës, i cili kryen vallëzimin e radhës në zonën bardhë e blu. Sot tërësisht pa ngjyra për te uniformës së saj. Tjetër 11 metrësh, tjetër mundësi. Dhe tani presin konfirmimin nga Stoli se kush do të godas. Lorenzo Villa është me topin në duar dhe do tjetë ai Lorenzo Villa për ball Tafas tani. Niset Villa, goditja e tij pret Tafas. Goditja nga këndi. Për të patur edhe pengje Dinamo, pavarësisht gjithçka e po ndodh me këtë ndeshje. Dhe për të shpëtuar të vetmin, ndoshta te Tirana sot, portierin Tafas. Ishte goditja 13 në kuadrat e Dinamos. Harkon Karamba. Andre me kok në duart e portierit Tiranës tani. E shef dhe njerë, ka kuptuar Tafas Crown dhe është zgjatur mirë. Mihana tani. Provon dhe njerë Mihana, fiton goditje nga këndi. Ndong. Provon një tjetër kalim, mbyll Maliqi. Tani është rivënia anësore. Ndërkohë që fillon minuta e fundit e kohës së rregullt. Vera. Mihana. Tjetër goditje Mihanës.
Topi shkon jashtë. Provon edhe Djaloshi për një kënaqësi personale në fundin e ndeshjes. Andre. Nuk kap se të ketë shtesë, mbyllet këtu, vjen vështëdima e fundit, Dinamo 6, Tirana 2. Zhurma mos aprovuese e tifozëve të Tiranës ndaj skuadrës së tyre fest, Dinamo se jashtëzakonshme rigjen, jo vetëm që rigjen golin, por rigjen një lumë golash sot përballë një kundërshtari si Tirana. Kujtojmë, Guindo në të 5-ën 1-0, Qardaku në të 11-ën 2-0, Bregu në të 25-ën 3-0, ushtoi Rafael në të 39-ën 3-1, Villa në të 47-ën 4-1, Qardaku në të 61-ën 5-1, Bregu me 11 metrash në të 67-ën 6-1 dhe Tare në të 76-ën 6-2. Dinamo rikthehet në vendin e 4 me buj, me zhurmë, duke shkuar në kuotën e 23 pikëve, duke lënë sërish pas Teutën, ndërsa zhurmë shumë e madhe, shumë e fortë, ajo e rënjes kumbuese të Tiranës që vijon të mbetet e fundit me vetëm 7 pikë dhe shumë halle në vijim. Analiza do të vijojë si zakonisht në studion e Supergol. Ju ftoj të qëndrojmë së bashku aty për sa i përket ndeshjes. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju përshëndes deri tjetër nga Kristo Thoma. Miru takofshim.